Me pamjet që tregojnë Tiranën dhe më pas me zyrën e kryeministrit të Shqipërisë, Le Monde ndan me shikuesit e saj një reportazh për Shqipërinë dhe një intervistë me Edi Ramën, të cilin gazetari konsideron si një lider që udhëheqë prej 2013-s, por njëkohësisht si një politikan as pak të zakonshëm, një ish basketbollist që në zyrën e kryeministrit ka koshin e basketbollit, mbi tryez vizati me shumë gjyshe dhe padyshim një frëngjisht folës që prej rinisë së tij. Megjithatë, ndërsa gazetari e pyet nëse frëngjishtja e ka ndihmuar në marrëdhëniet ndërkombëtare, kryeministri Rama thotë se anglishtja është gjuha e marrëdhënieve ndërkombëtare. Mais le français, c'est pas vraiment la langue des relations internationales. Frëngjishtja nuk është më gjuha e marrëdhënieve ndërkombëtare, më vjen keq ta them, por kjo është anglishtja. Megjithatë të flasësh frëngjisht më bën të ndihem vërtet si në shtëpi. Është një ndjesi që të lejon të përjetosh thellë një kulturë, e cila përndryshe humbet në anglisht ose në shqip. Prandaj kur kemi fatin ta eksplorojmë drejt për drejt, është vërtet diçka e jashtëzakonshme. I pyetur si do ta përkufizonte Tiranën me një fjalë, kryeministri Rama shprehet. Pour définir votre ville de Tirana, ce serait lequel? Dëshira për të ardhmen. Ndërsa për Shqipërinë, pour votre pays, l'Albanie? Amour pour les autres. Dashuria për të tjerët. Monsieur le Premier ministre de m'avoir reçu chez vous. Intervista me kryeministri Rama ishte një pjesë e vogël e një reportazhi prej 48 minutash që prezanton atë që Shqipëria është në sytë e francezëve. Salut.